Partia Demokratike ka kërkuar zyrtarisht që kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Auland Palla të përjashtohet për 60 ditë nga pjesëmarrja në seancat plenare dhe aktivitetet e komisioneve. Kërkesa u dorëzua në sekretariatin për procedurat, votimet dhe etikën dhe bazohet te deklarata e Ballës gjatë seancës së njëjtës, ku ai tha deputetes demokrate Albana Vokshi se për të kishte si numër telefoni 0900-ën. Kjo gjuhë fyese, ofenduese, seksiste dhe diskriminuese ka sjellë reagimin e menjëhershëm të grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe në kushtet e marrjes së masave nga kryetari i kuvendit dhe ndërprerjen e seancave plenare, thuhet në kërkesën e PD-s. PD-ja e konsideron këtë qëndrim si një shkelje serioze të etikës parlamentare, duke e përshkruar gjuhën e Ballës si fyese, ofenduese dhe seksiste. Deputetët argumentojnë se ky rast ka shkaktuar ndërprerjen e menjëhershme të seancës dhe ka krijuar tension të madh në foltore, duke kërkuar që masa disiplinore të jetë menjëhershme dhe maksimale sipas rregullores së kuvendit. Sipas kërkesës, deklarata e Ballës përmban ngacmim seksual dhe përmbush kushtet për penalizim maksimal. PD-ja thekson se sjellja e kreut socialist është në kundërshtim me kodin e sjelljes në kuvend dhe me përgjegjësinë morale që duhet të mbajnë deputetët gjatë debateve publike. Kërkesa është firmosur nga 20 deputetë të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, të cilët kërkojnë që sekretariati të shqyrtojë me shpejtësi dhe të vendosë mbi masën e përjashtimit. Ky incident ngres sërish debatin për sjelljen e deputetëve në kuvend dhe mënyrën se si duhet të trajtohen raste të tilla, ndërkohë që tensioni mes mazhorancës dhe opozitës mbeten të larta.